minuta me vonesë për shkak të startimit zyrtar të fushatës elektorale dhe aktiviteteve të pasdites që kishin forcat politike. E kemi ndarë emisionin e sotëm në 3 pjesë të ndryshme në fakt, pra me çështje të ndryshme. Në pjesën e parë do të flasim për subvencionet në bujqësi, pra në gjithë sektorët e mundshëm, të subvencionet e Ministrisë Bujqësisë për vitin 2025. Në pjesën e dytë do të flasim për problematika që ju shkaktojnë tarifat e mundshme të presidenti amerikan Trump fermerëve tanë, kryesisht veçanërisht bimëve medicinale apo bimëve aromatike, dhe në pjesën e tretë do të flasim për situatën në Kosovë me salmonelat, rastin e fundit në Shqipëri, por që u reflektua në një panik edhe në shtetin fqin në Kosovë dhe masat që u morën atje. Në pjesën e parë do të kemi një lidhje Skype me zonjën Ardita Kuqe, është drejtore e përgjithshme e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Do të flasim për gjithë detajet e mundshme se si do të aplikohet, çfarë përfshin skema e këtij viti, kush do të jenë përfituesit dhe gjithë procedurat e mundshme, pra një informacion shtërrues për gjithë ata që na ndjekin dhe kanë interes dhe që investojnë në bujqësi apo janë pjesë e këtij sektori. Zonja Kuqi, përshëndetje. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe ju për kohën dhe me pak vonesë ju lam në pritje, por është situata e tillë që ju besoj e mirë kuptojnë. Gjithsesi do ta shtyjmë gjitha pjesët, do të shtyhen në kohë dhe nuk do të humbasim minutazhin për asnjë prej pjesëve. Zonja Kuqi, po nis me pyetjen më thjesht, në fakt atë klishen e mundshme, në mos gaboj 2 ditë më parë apo 3 ditë më parë agjencia dhe konkretisht ju në fakt, në një video të publikuar në rrjetet e AZBR-s, në Ministrisë Bujqësisë e tjera, keni lançuar çeljen e aplikimeve nga data 14 prill në mos gaboj deri në 31 maj. Për fermerë, pra për skemat për subvencionet në bujqësi. Po, e vërtet. Atëherë, vendimi i Këshillit të Ministrave për masat e financimit në bujqësi për vitin 2025 është miratuar që prej muajit mars të këtij viti, por udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave ka përcaktuar kriteret dhe mënyrën e aplikimit si dhe datat. Për vitin 2025, aplikimet do të çelen në datën 14 prill, pra ditën e hënë, në orën 8 të mëngjesit, dhe do të zgjasin deri në datën 30 maj, në orën 24 ose në orën 12 të natës. Aplikimet do të kryen online në portalin e-Albania dhe do të jenë të hapura për këtë periudhë prej 1 muaji e gjysmë, ku fermerët këtë vit, ndryshe dhe nga vitet e tjera, kanë më shumë kohë dhe afat në dispozicion për të kryer aplikimet e tyre, pasi është rreth 1 muaj e gjysmë, në mënyrë që ata të plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin e plot, dhe sa më herët të plotësojnë këto dokumenta të nevojshëm, aq më herët ne kryejmë kontrollet tona administrative dhe fermerët paguhen më në kohë.